Cilat do të ishin disa këshilla praktike që mund të kesh për të rinë nga Shqipëria, vajza po edhe djem, pasi presioni për djemt shqiptar unë e shoh që ndoshta është edhe pak më i lartë për të ikur, sidomos për të ikur për punë, për çfarë do lloj pune jashtë. Një këshill nga ana ime do ishte që të informohen mirë. Informacioni tani është më i aksesueshëm, të pyesin dhe sidomos të vendosen kontakt dhe me të rinjt dhe të rejat që kanë patur një eksperiencë të mbarshme studimore apo të punës jashtë Shqipërisë. Dhe një këshill tjetër, të paktën për mua personalisht ka qenë shumë e rëndësishme dhe vazhdon të jetë shumë e rëndësishme, është që nëse duan të largohen për një eksperiencë pune të përkohshme apo dhe të përhershme mbase për të jetuar përgjithmonë jashtë Shqipërisë, unë e shikoj si arsyen më të sigurt dhe më të drejtë që fillimisht të kërkojnë një mundësi punësimi dhe të sigurohen që institucioni ku ato duan të punojnë bën dokumentacionin e punës, sepse kjo pastaj do t'i lehtësonte të gjitha streset e zhvendosjes. Do të ishte më lehtë për integrimin e tyre në vendin ku ata synojnë të jetojnë. Nga përvoja jote ti e di shumë mirë që kjo nuk është gjithmonë e lehtë dhe mund të demoralizohesh, mund të dërgosh me mira aplikime, të vinë 10 intervista dhe pastaj për një periudhë ndoshta vetëm refuzime. Çfarë të mbajti ty të angazhuar në proces, që të mos dorëzohesh edhe ndoshta gjatë refuzimeve që mund të kesh pasur, domethënë kemi refuzime kur aplikojmë në treg në Shqipëri, ma merr mendje, konkurenca globale është edhe më ashpër. Gjëja e parë kur bëra pyetjen në fillim që mendova ishte të thoja të kenë besim te vetja, po më duk shumë klishe, prandaj nuk e thash. Por në fakt është shumë e rëndësishme. Duhet të kenë besim te vetja, duhet të kenë durim, duhet të dërgojnë sado aplikimet jetë e nevojshme, por dhe në aplikimet duhet jenë shumë kujdesshëm sepse duhet jenë shumë realist në atë që paraqesin për eksperiencat apo për përvojat që ata presin që të kenë. E theksoj duhet jenë shumë të mirë informuar, si të mirë informohen, patjetër që të kërkojnë burimet e duhura të informacionit, për shembull në Shqipëri për të rinj, patjetër unë do t'i rekomandoja t'i qaseshin ISN-it, t'i shkruanin dhe aty do ta kishin informacionin të plotë. Miqt që i njohin në Bruksel, një këshill tjetër praktike do ishte për të rinj që kërkojnë një punë, ka website të ndryshme ku mund të bëjnë subscribe dhe do t'u lehtësonte shumë edhe aksesin tek informacionit dhe te mundësitë e punësimit. Për shembull, për mua personalisht ka qenë Euro Brussels, edhe thjesht aty kam plotësuar profilin tim në bazë të kompetencave të mia dhe kam dorëzuar aplikime edhe funksionoi. Normalisht nëse do ta lësh Shqipërinë gjithmonë për një mundësi më të mirë. Nëse përpiqemi, unë mendoj që mundësinë e mirë ne mund ta krijojmë vetes tonë edhe në Shqipëri, por mbase nuk funksionon për të gjithë. Të jemi realist. Një mit që doja ta thyja, nuk rriten parat në pemë në jashtë Shqipërisë. Në fund të ditës, në fund të muajit do thoja, dhe kur flasim me miq këtu me kolegët, ata që janë të punësuar, në fund të ditës gjithë presin të kaloj rroga. Por ka normalisht gjëra të tjera që ta bëjnë jetën më të sigurt. Jetesa nuk është absolutisht me një herë do të ndryshojë standardi i jetesës për mirë, sepse shumë njerëz këtë kanë synim. Për mua personalisht, ndjej me vend që ndaj eksperiencën time, kur kam marrë vendimin që do të zhvendosesha, kam qenë në një moment më të mirë, do thoja, të jetës time në Shqipëri, qoftë nga ana profesionale, arritjeve profesionale, por edhe arritjeve personale. Dhe kur mora vendimin që unë do largohesha në Shqipëri, dhe këto duhet që ta kenë gjithë parasysh, do thoja unë, që t'jen gati që ndoshta mund t'ja fillojnë dhe nga e para. Më desh që të hiqja dorë nga një standard më i mirë jetesës që kisha krijuar në Shqipëri për të një standard më të ulët të jetesës. Detaje shumë praktike, më desh që të hiqja dorë nga makina që kam, nga një apartament i madh për të jetuar në një studio shumë të vogël, në një lagje ku në fundjavë nuk ishte të hapur një kafene për kafen e mëngjesit, nuk ishte supermarkete vërdall, duhet të mësohesh me transportin publik. Nuk është jetesa mitet, domethënë nuk ndryshon standardi i jetesës për më mirë kaq lehtë duke lënë Shqipërinë. Standardin e jetesës secili mund ta ndryshojë, mendoj unë personalisht, duke punuar fort, edhe uroj shumë që të gjithë jenë me fat, qoftë në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, kudo që ndjen veten më të lumtur.